Egli shpërthen në lot pas dhuratës së papritur që mori. Nuk priste kur një surprizë kaq të veçantë, moment i fortë që ndau me fansat e saj. Një dhuratë e vogël, një buzëqeshje e madhe. Egli Tako emocionon me postimin e fundit. Pas një rrugtimi të gjatë dhe të komentuar në Big Brother VIP Albania 4, Egli Tako ka arritur të fitojë zemrat e shumë ndjekësve. Edhe pas përfundimit të spektaklit, ajo vazhdon të shkëlqejë, këtë herë jo në një skenë të madhe, por në momente të vogla, intime, që tregojnë sa e vërtetë është. Së fundmi, Egli ka ndarë me ndjekësit një dhuratë të ëmbël, që siç duket, i ka sjellë shumë emocion. Në fotot e publikuara, ajo shfaqet me një buzëqeshje të sinqertë dhe një ndjenjë mirënjohjeje që nuk ka nevojë për fjalë. Faleminderit e ndjeva, shkruan ajo, pa treguar se kush ishte dërguesi. Por ndjekësit e saj menjëherë ndjen ngrohtësinë dhe dashurinë që fshihej pas këtij gjesti. Ndoshta ishte një mik i ngushtë, ndoshta dikush më shumë se kaq. Por ajo që rëndësi ka, është se Egli vazhdon të jetë një vajzë që di të vlerësojë gjërat e vogla, ato që prekin zemrën.